epokale, kur në vitin 2011 thosha që do të vi një ditë që do të vendosin mikrochipin nën lëkurë, disa më klasifikonin si teori konspirative ose si komplotist. Por sot po bëhet realitet. Kjo që do t'ju them tani është e bujshme. Në Davos, një nga funksionarët e lartë të Nokias, një tipi i quajtur Pek Lëndërmark, bëri deklaratën e famshme në Davos. Mbajeni mend. Brenda vitit 2030, telefonat celular do të vendosen nën lëkurë. Po, madje me sa duket, Donald Trump e ka pranuar këtë dhe po ka investuar, ka dhënë urdhë që të investohet për të shpërpejtuar këtë teknologji, sepse sipas gjasave, brenda një kohe shumë të shkurtër, gjithë njerëzimi do të lidhet me 6G, jo me 5G, por me 6G, që do të thotë që do të lidhen të gjithë mikrochipët që do të vendosen në lëkurë me sistemin 6G dhe këto vibrime do të lidhen direkt me neuronet, pra me sistemin neurologjik të njerëzve, sepse duhet të dini që nuk janë teori konspirative. Ato që thoshim më përpara, me sa duket që nga të vërteta. Pra, gjoja i përcollëm si teori konspirative. Por dikush thoshte që ishte gjithë e programuar. Madje tregohet që në vitin 1974 është bërë një marrëveshje ndërkombëtare nga 190 shtete të botës. Dhe në këtë marrëveshje kanë vendosur që të gjithë populatat të kenë parasysh një sër diktimesh, ku në të është një listë gjatë, por unë ja u them sepse ndonse sot këto po vërtetohen, le t'i marrim si teori konspirative. Pra, është një listë gjatë ku në të, pra mes këtë listën së gjatë, gjendet edhe reduktimi i popullsisë, forma të ndryshme me një fjalë të ribelacionit që është privacy etj. Të gjitha këto janë një listë e gjatë pra e një diktimi ose të një si mund të quhen kontrate që është vendosur në vitin 1990. Dikush nga ju në vitin 1974, dikush nga ju do thotë, po mirë, kush e vendosin nëse Shqipëria nuk mund të merrte pjesë. Po, sepse e vendosën Jugosllavët për Shqipërinë. Dhe nuk dihet se përse. Disa thonë që sepse vendoste Jugoslavia në territorin shqiptar, të paktën kështu thuhet. Bile nga disa konspiracionist shqiptar, si gjithmonë, mendohet që edhe partia e dikurshme ishte e bazuar pikërisht pra nga ish Jugoslavia. Në fakt ishte ky shkaku që përveç se vendosën në pushtet atë partinë e dikurshme, ata i dhanë edhe të drejtën që të kishte lidhje dhe me Moskën, pra pastaj me Kinën e tjerë, sepse që të gjitha këto ishin të gjitha mes njëra tjetrës. Mile tregohet që në këtë traktat, pra në këtë, ose më mirë në këtë kontratë, si mund quhet, është vendosur edhe për sa i përket teknologjisë, sepse teknologjia, sipas gjasave ose sipas konspiracionistëve, ishte vendosur në vitin 1960 ca, ose më mirë 64, pas një kontrate që ishte bërë me disa forma të tjera jete, që të paktën kështu thuhet, sepse janë gjithmonë teori konspirative këto, por unë ja u them, sepse ju dua fort dhe dua që të informoheni. Pra, unë vetëm një zë vetëm nuk ka ç'bën asgjë, nëse nuk ka zëra të përbashkët. Dhe po thoshja në vitin 2008 ku 2009 kur shkruaja këto tekste për të bërë pastaj emisionin në vitin 2011 që filloi, edhe vetë mendoja sikur të ishin teori konspirative, sepse të bëjnë që të mendosh kështu. Pra edhe kur i lexoja, kur shikoja dhe kontaktoja me njerëz të niveleve për shembull të rajt apo të Mediasetit, më duke mirë thosha, me vetvete, nuk është se ja u thosha atyre, po thosha me vetvete, mirë, dakord, hajde se po i shkruaj, nuk ka problem. Me një fjalë unë merja këto pikat, si thuash, dhe i vendosi aty me kalimin e kohës, pastaj duke ecur përpara pash që kishte diçka të vërtet brenda. Por nuk do të ma priste mendja kurrë që një ditë të ishte të vërtet kjo. Dhe sot ne gjendemi përballë një lajmi epokal, një lajm të bujshëm direkt nga goja e gjarpërit. Pra direkt aty ku ata që vendosin për fatin e njerëzve. Pra direkt nga Davos flitet publikisht pra që shumë shpejt, brenda vitit 2030, njerëzit duhet të vendosin
pra këtë mikrochipin që është telefoni celular me pak fjalë nën lëkurë. Aty do të kesh çdo gjë, i quajtur edhe portofoli digital. Pra, nëse dikush mendon që portofoli digital ose telefonin ta mbani në dorë, jo më, sepse nuk mund të kontrolloheni direkt nga telefoni. Mund të kontrolloheni nëse ai gjendet brenda trupit tuaj, sepse kështu nuk mundeni që ta hiqni që andej. Dhe normal që kjo kryesisht bëhet për ata që kanë edhe probleme të ndryshme, për shembull ata që vjedhin, ata që kanë ata që vrasin apo që nuk janë në rregull me shtetin. Dakord deri këtu. Mirë po, çfarë bëhet me ata që janë të aftë që të mund të manovrojnë mendjen e njeriu direkt nga regjia. Pra, duke filluar aty nga regjia të shtypin disa butona dhe me anë të disa valve të ndikojnë në atë telefon që ti ke në lëkurë dhe telefoni të lidhet me neuronet e tua direkt në trurin tënd. Dhe nga aty mund të bëjnë ç'të duan. Shiko, do t'ju them, vitin e kaluar ndodhi një vrasje e një njeriu me ngjyrë që sipas gjasave ai bënte disa teste dhe vrau një vajzë nga Ukraina, nëse mbani mend. Edhe sot e kësaj dite nuk dihet, vet ai e thot, që pse e vrau, as nuk e ka iden se përse. Ka gjasa që diçka mund ta ketë shtyr pra në mendje. Disa thonë që nuk ka asgjë, por të tjerë thonë në ata që flasin për teori konspirative, gjithmonë ata që flasin për teori konspirative, tregojnë që ka disa teknika që janë studiuar që në vitet 70 dhe këto teknika janë bën reale. Janë bën reale sepse janë me anë të valve, qoftë edhe në distancë, por merreni me mend edhe me anë të disa mikrochipave që gjenden në lëkurë ose disa dispozitive që mund të influencojnë mendimin e njeriut. Madje tregohet që mund të influencojnë edhe mendimin kolektiv. Para një viti kemi bërë një video ku kemi folur edhe për një kinez i cili kishte studiuar, një shkencëtar kinez, kishte studiuar një lloj mekanizmi që mund të ndryshojë mendimin e njeriut me anë të një sistemi kompjuterik. Pa i futur fare, pa i folur fare njeriut. Por me anë të këtij sistemi kompjuterik futet në telefonin tënd apo në kompjuterin tënd dhe ai të drejton atje kudo. E di që duken fantazi këto, por le t'i marrim si teori konspirative, është mirë që t'i kërkoni sepse mund të gjeni të vërtetën. Çfarë do thotë kjo? Nesër pas nesër mund të jesh ti viktima, mund të jesh ti ai që të ndryshojë mendimin, mund të jesh ti ai që ti mund të jesh agresiv kundër prindërve të tu, kundër fëmijëve të tu, kundër vëllezërve të tu, kundër shokëve të tu, ose kundër edhe një kombi. Ku i dihet? Pra, ndoshta thash dikush mund t'i marrë këto si teori të një jo teori konspirative, po të një bote që nuk ekziston, por mbajeni mend, brenda vitit 2030, siç e tha edhe ky tipi Pak Latbark, i Nokias, që brenda ata kanë studiuar që do ta vendosin telefonin tamam si një mikrochip brenda lëkurës tuaj dhe brenda vitit 2030 duhet që ta kenë të gjithë dhe të gjithë do të jenë të kontrolluar ose të sistemuar, okay, me anë të një sistemi të 5G që do të jetë në gjithë botën. Dhe Trump këtë e ka pranuar dhe tani po bën ç'është e mundur që të përshpejtohet kjo teknologji, sepse duhet të dini që baza është Amerika i këtyre mikroprocesorëve dhe këtyre microspy si quhen. Kështu që unë ja u thash tani le ta diskutojmë sepse le ti marrim këto si teori konspirative, por është mirë që të kërkojmë sepse ku i dihet nesër. Kalofsh një ditë bukur.